Do me thonë është ADN-ja e sistemit, kur kryeministri i shtetit nuk shkon në gjykatë, çysh mundemi me prit që këta njerëz me ndërtu një... Në fakt, korrupsioni është konstant. Nga pa ndërhyrje. Nuk mundemi me prit dikush me bë gjyqësi të pavarur, me bë vetting, edhe me shkarku gjyqtore, me emru gjyqtore që dojnë vetë, kur kryeministri nuk shkon me dëshmunë e prokurori. Do me thonë është ADN-ja e sistemit, kur kryeministri i shtetit nuk shkon me dëshmunë prokurori, që prokuroria konsiderohet që është avokat i shtetit, do me thonë kjo është absurde. E dyta, kur ministrja që ka akt akuzë të ngritur për vjedhje të rezervave shtetërore, nuk shkon në gjykatë përkundër ftesës që gjykata ja dërgon, nuk shkon në gjykatë, çysh mundemi me prit që këta njerëz me ndërtu një gjyqësi të pavarur. Dhe e treta, do me thonë është çështje kur vetëvendosja e ka ngrit standardin që kur ngritet një akt akuzë ndaj një zyrtar publik, ai duhet me u pezullu, edhe këta vetë e mojnë Agip Krasniqin, të akuzuar për miliona rankek, e mojnë në pozitë. Është, si me thonë, për të ardhur keq me prit dikujt, në kuptimin zotit Dem Hallsaj për partinë që përfaqëson, se nuk po flas individualisht, me fol për luftën kundër korrupsionit, kur në fakt korrupsioni është konstantja e tyne. Por ama, le të kthehemi tek thelbi. Kryeministri asnjëherë nuk ka refuzuar, po është vetë kryetari i partisë tuaj dhe kryeministri i atëhershëm, i cili ka dhënë deklaratën edhe ka dhënë intervistë dëshmi në zyrën e kryeministrit. Domthonë, mos të tentojmë, një kryeminist të ndershëm, siç është Albin Kurti. Shumë i ndershëm. Mos u ndërpresë se ndërpreta. 30 sekonda kryve, lutem. Për 30 sekonda, 30 sekonda, ma ndërpreu 30 sekonda edhe. Vetëm para Adnan. Intervenim me rënd, veç pas intervenim me rënd. Nuk ndërpreva. Faleminderit.